Debatet e fundit të Rozana Radit dhe Gerta Gixharit me sa duket kanë shqetësuar dhe familjarët e tyre. Andeta Radi, motra e Rozana Radit, ka qenë ftuar në një emision. Regjisorja ka treguar më shumë për Rozanën dhe se si e sheh ajo në shtëpinë më të famshme, si dhe ka komentuar debatet që ka pasur me Gertën. Pyetjes nëse ka pasur një moment deri më tani që Andeta realisht është shprekur dhe ka qartë për motrën e saj, ajo u përgjigj në këtë mënyrë. Ka shumë momente, por momenti i parë ka qenë kur pati debate me Gertën. Nuk jam njeri i dhënë pas rrjeteve sociale, por u detyrova të bëj një reagim. Kjo është një plagë që ka Rozi dhe besoj që si ajo mund të ketë dhe shumë vajza të tjera. Dua të mbetem tek motra ime, një njeri që lufton për të pasur diçka në jetë dhe që ti e prek tek ajo pika e dobët e saj, për mua nuk është gjë e bukur. Kur hyn aty brenda, ti mendon dhe i marr parasysh të gjitha, por kam përshtypjen që është një cak që nuk duhet kaluar. Këtu limitet kanë kaluar me kohë. Jo më larg se mbrëm ka qenë një tjetër situatë. Kush e njeh Rozën e di që kjo është një pikë shumë e dobët e saj. Fakti që shtëpia jon ka qenë një shtëpi shumë e madhe, kishin në sot njerëz që hynin dhe dilnin për shkak të miqësive që ka pasur babi. Në një moment pas largimit nga jeta të babit, me të cilin Rozi ka qenë shumë e lidhur, por edhe pas 2 viteve direkt mami, ajo shtëpi e madhe mbeti bosh. Rozi mbyllte derën dhe ajo shtëpi shumë e madhe e hante vetëm. Është një plagë që ajo ende nuk e ka kaluar. Unë habite me Rozin, nuk e di që ishte kaq e qetë dhe e fortë. Nuk e di nëse do t'ja kishte dalë siç ka dalë ajo deri tani.